Gjykata e Tiranës vendosi ta izolojë në banesë me masën e sigurisë arrest shtëpie Sinan Hamid Idrisin, 64 vjeçarin arrestuar pasi kërcënoi me jetë një ekip të televizionit Ora News gjatë raportimit në fshatin Zbarqe të Tiranës. Seanca për rivlerësimin e masës së sigurisë u mbajt këtë të shtunë me dyert të mbyllura në gjykatën e Tiranës. Ndërkohë 64 vjeçari do të vijojë të hetohet për kërcënimin me jetë të ekipit të medias në krye të detyrës. Ngjarja ndodhi më 12 gusht, ndërsa gazetaria dhe operatori i Ora News shkuan në fshatin Zbarqe të Tiranës për të verifikuar denoncimin e banorëve për dëmtimin e një burimi historik të ujit të pishëm. Gjatë xhirimeve, Idrisi u drejtua ekipit me fyerje dhe kërcënime të drejtpërdrejta, ndërsa me gjeste paralajmëroi edhe për dhunë fizike. Pas incidentit, gazetaria, operatori dhe shoferi që përbonin grupin e xhirimit për përgatitjen e kronikës depozituan kallëzim penal në policinë e Tiranës. Idrisi u identifikua dhe u arrestua pak kohë më vonë, pasi ishte larguar nga vendi i ngjarjes dhe ishte fshehur në një zonë me terren të vështirë. Gjatë kontrollit në banesë, 64 vjeçarit u gjetën dhe një armë pa leje, municion dhe një shkop hekuri. Por hetimet nuk janë kufizuar vetëm te kërcënimi ndaj ekipit të Ora News, por edhe te dëmtimi i burimit ujor të fshatit Zbarqe. Verifikimet e policisë së Tiranës provuan fillimisht denoncimin e banorëve të fshatit Zbarqe për një ndërhyrje që ka dëmtuar burimin e ujit. Për një sër shkeljesh dhe punimesh të paligjshme, policia ka referuar për ndjekje penale një person i cili dyshohet se ka porositur hapje në një pusi mbi burim. Ekspertët e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore konfirmuan më pas se hapja e pusit kishte ndryshuar rrjedhën natyrore të ujit dhe i kanë kërkuar IKMT-s vendosjen e masave administrative sipas ligjit. Po ashtu, është kërkuar mbyllja e pusit dhe ndërhyrja e specializuar për eliminimin e pasojave dhe rikthimin e zonës në gjendjen e mëparshme.